Më ritëm Top Albania Radio, muzikë të mirë. Ju e dini që pavarësisht fjalëve tona edhe diskutimeve, muzika mbetet fjala kryesore e radios. Po. Siç u thash, do të flasim pak me Andin. Ditën e diel në Top Albania Radio Live u transmetua ndarja më, le të themi, më e dashur Oscari muzikës. Bravo. Grammys në Top Albania Radio, zota Niko. Dhe Andi sigurisht edhe për të dytin vit radhazi e udhëhoqi, duke pasur në studio të ftuar të ndryshëm që i përkisnin në showbizit, botës së modës, e shumë të tjerë, të cilët komentuan deri në orët e para të mëngjesit fituesit. Ju si shihni këtë pjesën e Grammys, këto eventet e rëndësishme, a e gëdhini për të parë Grammys dhe Oscars? Jo. Mua më pëlqej aty Bad Bunny që fitoi atë album. Sa meme janë bërë me atë. Vetë tjetër gjë të pyeti tjetër u përgjigja. E di, po mu ka ngel fiksim të Bad Bunny. Ti e di që Artani, ti e di që Bad Bunny ka veshur Bad Bunny dhe Artani. Bad Bunny ka veshur për herë të parë në histori një kostum i krijuar për herë të parë në histori për meshkuj nga Schiaparelli. Historikisht Schiaparelli ka pasur vetëm për femra. Schiaparelli thuhet apo Schiaparelli? Schiaparelli i them. Don Schiaparelli. Kupton? Tash mos kam qenë. Jam amerikan. Okay. Non sono europian. Ju jeni Versace. Versace. Amerikan pra. Ne kemi, Ne kemi kur të do. Andi. Qa erdhi kë? Erdhi. Andi. Përshëndetje. Andi Bega, në çfarë ta nisim lajmëtarin? Direkt nga QSU-ja. Je në spital seriozisht? Jo. Po mendoj që do hapet telefoni në spital. Nuk je në spital. Edhe bën ti zemra se je shumë i përgjegjshëm, edhe imagjino ishte i sëmur dhe më tha, po të vi në studio, i thash jo, se mund ta bëj me telefon edhe da bëj për ty, jo për gjithë. Përpiqu të shëroj. I know, s'kishe pse e vazhdoje fjalin. Është tek të keq, që më mirë që se erdhe o plak se kisha në plan të puthja në buzë dhe do smuresha dhe unë. Po Andi. Do futesha dhe po put Nikon, je që je, mos i bëj. Nikon e puth kur të dua, unë ty s'të puth dot. Çdo ditë. Xhelozia. Andi si je? Mirë le të themi. Përveç 40 temperaturës, po thoja që ke për të dytin vit radhazi në Top Albania Radio deri në orën e parë të mëngjesit, ke udhëhequr ndarjen më të rëndësishme të çmimeve të muzikës, edhe doja të pyesja, ishte Bad Bunny ai që mendonje që do triumfonte, si shkoi ajo natë, kishe shumë reagime, a e gdhin shqiptarët për ta parë apo ju pan të nesërmen? Jo, në fakt e gdhin, edhe unë nuk e prisja që ta gdhinin. Sigurisht që deri në 5:30 kur përfundoi, po të paktën deri nga ora 3:30 po. Bad Bunny ka qenë një nga emrat që ka qarkulluar si fitues bashkë me Kendrick Lamari, kështu që nuk ishte surpriza wow e mbrëmje. Surpriza wow e mbrëmjes në fakt ishte Billie Eilish që fitoi Song of the Year. Po pra, nuk e priste. U çuditën shumë edhe rrjeti, kam parë shumë video që nuk ishin dakord me këtë. Është blen për të diskutuar se kënga vjen nga një album i publikuar në 2024. Pas ka qenë me hile. Jo, nuk do thoja me hile, po pak e kalkuluar, sepse duke humbur vitin e kaluar të gjitha nominimet, vendosi që brenda kohës të shpalljes së nominimeve për këtë vit nxorri si single këtë këngën. Edhe kjo ka shërbyer edhe që akademia, më thënë, e gjithë rrjeti dhe shumë nga ekspertët si Pitchfork apo Rolling Stone e kanë quajtur si Grammy Darling. Pra, që çmimi një kanë dhënë, si më thënë, mos të ngeli hatri ata dhe këtë. E për të dhelura. E për të dhelura do ishte termi i dur, ndërkohë pjesa tjetër pastaj ka shkoi shumë mirë. Unë me të ftuarit u alternuam, shkuam nga Erba Mici me shumë informacione tek Leoniki De Giorgi që na bëri ca rituale me që ishte hëna e plotë. Kam përshtypjen që ka mbetur ajo energjia juaj në studio, na keni hequr atë negative nëpërmjet ritualeve tuaja. Inshallah si u rritet temperatura dhe iku vetë mua. Kur ke lej në afër temperatura është lart gjithmonë.
Niko, kush ishte i veshur më mirë? Por Antoni paska plane të tjera. Po pra, është bërë shumë kështu i ngrohtë. Antoni mori frymëzim nga boli. Domethënë, i ftuari më special ose me të cilin i kënaq më shumë është Niki Deliorgji. Unë do thoja me të gjithë në fakt, nuk do dilja në përfundim direkt. Po një. Zgjidh një. Ole, më dëgjoj më. Por. Po thoja, Erma për shembull ishte shumë i informuar kësaj me detyra shtëpie. Niki nga ana tjetër ishte e paparashikuar, pra unë nuk e dija çfarë do thoshte në momentin në moment. Po, ajo e bënte të veçantë Nikin. Po, dhe nga ana tjetër kisha një treshë aq bombastike edhe dallaveregjie në thonjza që përshtatej shumë mirë me mua. Sara Berisha, Titea Berisha dhe Henry Gjata, kështu që unë nuk di të zgjedh sepse të gjithë të ftuarit ishin si më thënë gjëra të ndryshme. Nuk e di çfarë ndodh ditën tjetër, por nëse betërisht unë kam përshtypjen se do shkojmë këtë treshë e fundit gjithë programin. Faleminderit që na fton. Megjithëse jo, se nuk e ftuar, po unë se jo. O zemra po më ftove në 3 mëngjesi. Po të këta në 3 erdhën. Po ti Jonida është. Unë do vija Andi vitin e kaluar, por nuk Karopak. Dhe që kujtova që s'ke ardhur dhe unë do jam me 40. Por unë do vija, por atë ditë që kanë qenë Grammys, mami im nuk ishte në shtëpi për të qëndruar me gocat, edhe kështu që mirë Jonida. Se ti e di që unë e gdhi për ty. Tani, Niko, kush ishte i veshur më mirë? E pe tapetin e kush? E pash, është relative. Mendoj që Bad Bunny dhe personalisht që personalin pëlqeu shumë Zara Larsson. Okej. Ta shoh pak Zara. Nice. Më pëlqeu ajo tipja që kishte kështu Chappell Ronan, që kishte varur të thith. Bravo, ajo fix. Shumë debat në studio. Henry e kishte shumë qef, ndërkohë vajzat ishin gati të terrorizuara. Nuk e pëlqyen. Po, nuk e din nëse ju e pëlqyet apo jo. Shumë. Disa herë pëlqeva disa herë. Anton. Pëlqeva disa herë. Andi, me cilin prej artistëve do shihesh gjatë këtij viti në koncert për shembull? Unë 2 pas vjet. Lady Gaga dhe Kendrickun i pas vjet, kështu që unë ndam mirë. Këtë vit më pret Bad Bunny në Stockholm, kështu që do shikosh Lepurushin e keq, ë? Lepurin e keq, Lepurushi keq ngjan pak keq Anton. Nuk e di çfarë pas ke thot Anton. Ka vesh bluzë të bardhë, po vazhdon të mbetet pak kështu gri në vetvete. Do të nga i kuq flak. Po ti s'më njeh mua në ditët e mia. Kështu të ditët e mia, kur jam në ditët e tu? Bad Bunny ke këtë vit tjetër? Unë kam fakt 11 koncerte, nëse doni të dini, mund t'u sqaroj. 11, që i ke prerë biletat tashmë. Po, kam krypun me të gjithë. Nga gjendja ekonomike. Sa ke rrogën, sa do thoja? 11 koncerte. Anton, me lejo të ta sqaroj. Edhe siç ja sqaroj gjithë njerëzve që më pyesin në Instagram. Mos je përgjigje zemra kur. E ke të promovuar, aha. Jo, se i blen se e dion. Unë nuk zgjedh të iki në jug, të harxoj mira euro në jug në verë, por zgjedh që të iki jashtë. Në koncert, shumë mirë. Unë maksimumi po vete në Belsh edhe prap s'po iki dot jashtë, e kupton? Ama vetëm qahesh edhe ti, s'ta ka fajin Andi për këtë punë. Jo, më mëso dhe mua të paguhem për të folur, e kupton? Në sa date del ti Anton, po ti kishe kursyer ato lekët? Janë lajme falso, çat detesh, ku dete? Andi, me që jemi drejt fundit të kësaj pjese të parë, po ashtu ti je, e dim tashmë, një ndjekës, komentues i Bigut edhe trego pak. Jo, je një ndër personazhet që përveç se bën meme, komenton, domethënë ja update-it për gjithçka që ndodh. A kishte një moment në Prime-in e dielshëm që vërtet të bëri përshtypje edhe pse edhe çfarë, edhe cili nga momentet ishte burim më i lartë frymëzimi për të bërë meme. Dhe pse Rogerti? Shapkën ta thretë Rogerti. Vazhdimisht edhe çadrën, kam përshtypjen ti dua t'ia sqarosh në një moment humorin e çadrës, Jonida. Gjej një moment që të sqaroja njerëzve. Por nuk ishte një prime i qetë, nuk ishte se më thënë as shumë ndodhi për të bërë as me mas content në rrjetet sociale. Të shohim çfarë do ndodhi me Rogertin. Çfarë mendon për çiftin Briteo apo Brima, si e kanë?
Briteo, okay. Quam Brima, është kjo kategori. Aulona Mustafa. Po, mos qesh se Brikena, Mateo. Brima del. O Ant, te surpriza që i bëri Casey Inës, të pëlqeu ai fugoni mbrapa që kishte tabelën Kuçov. Ai ishte një meme. Është meme, montazh. Andi, çfarë mendon për çiftin duke qenë se ti e njeh Mateon personalisht, a? Anita, me thënë drejta nuk di çfarë të them, sepse më duket te kot kur ajo vajza vazhdon thot nuk e dua. Mateo i shkon nga mbrapa, po nga ana tjetër kjo kësaj vajzës i ngel hatri pse ky nuk i shkon nga mbrapa, pra janë të dy. Ajo do vëmendje, ai do t'i japi vëmendje. Triqe mos e kput me pak fjalë. Unë mendoj që Britena ka dikë që e pret jashtë, normalisht. Alitine. Nuk e them as bol apo nuk është bol, nuk i hyj ti muhabeti. Në një shpullë jep tek këtu. Por që sado ta refuzoj Mateon me gjitha përpjekjet që ka bërë Mateo, edhe duke ditur itinerarin e marrëdhënies së tyre jashtë, ajo përpiqet ta frenoj veten. Nuk e di sa do ja dali deri në fund. Por gjasat që të lidhen janë shumë të pakta. Jo, që të rrshkasi her pas here, do ta shohim her pas here Brikenon duke rrshkitur në marrëdhënie me Mateon, siç kishte atë rastin që pse nuk bën më shumë për të më bërë përshtypje mua, nga ato. Do ketë kështu ulje ngritje, mendon. A ka një parashikim çifti në këtë edicion sipas teje? Kush mund të jetë? Artani me Rogertin bashkë? Artani është i preferuar i lejt. Normal, nuk qyqja, normal. He's so cute. Është dhe jo, ti besoj se është goxha material për... Jo, se mbrojtja që i bënte dje Rogertit me batutat dhe me sulmet që i bënte Stenaldos, na e uli dhe atë lloj dashurie që mund kishim. Jo, e kisha i preferuar për të bërë humor në rrjet. Po. Atë ka përshtypjen e kemi të gjithë. Duke nisur që nga Ledioni duke përfunduar tek unë. Kështu që është për të gjithë. Jemi duke mbyllur 11 koncertet janë 1 Bad Bunny, tjetër Sean Paul, Rosalia, Akon dhe Nio në Paris. Tiziano Ferro. Okay. David Guetta. Okay. One Republic, nice. Bruno Mars. Yes, Pitbull. Shishe. Tjetër? Ariana Grande. Bravo, edhe një. Dhe Evanescence. Kush? Evanescence. A shqiptot kështu? Evanescence. Evanescence. Po unë e them Evanescence, kështu që faleminderit. Anglishtja jote që është si shqipja e lehtë. Andi. Shumë qejf. 11 apo jo, se mos do la. 11, fiksike. Po jam e sigurt që do presësh edhe në një tjetër deri në fund të vitit. Jo, nuk kam më. Deri në fund të vitit. Të shkuara, faleminderit për të ndërhyrje. Tani mund të vdesë qetë. Edhe me 40 temperaturë nuk të mbyllet goja, halla. Andi, faleminderit. Po e mbylla gojën jeti mas dere. Direkte. Gjithë të mirat, Andi, shërim të shpejt, do të shihemi në studio për të tjera diskutime. Paqim, ciao. Ne jemi në fund të pjesës parë. Niko, pse ka që urtë ti shpirtim? Janë ca sene kështu. Se janë bododi. Çfarë do thuash ti që jam i rrugëve? Do të thënë që jetoj në rrugë? Çfarë do të? Jo, se është bërë shumë virale kjo, sërish virale memja e Zoom. Më erdhi dëgjua sërish, ë? Rozana, do thuash që un jam për rrugë, që un jam rrugëve. Ai me Zoomi. Erdhi energjia ime. Erdhi. Na duhet. Ja, ku e ke? Antoni. Mundet ta vazhdosh bisedën. Unë nuk jam i rrugëve, unë jam i trotuareve maksimumi. Ky është djalë trotuare. Jemi në fund të pjesës së parë, do të dëgjohemi pas edicionit informativ me Stelinën në këtë studio.